që për disa nuk thot asgjë, por për botën e nëndheshme të Europës tingëllon si një këmban alarmi. Manedriza. Mediat britanike e quajtën Scarface, disa të tjera Tony Montana shqiptar. Jo sepse kishte pasur ndonjë perandori droge si në filmat hollywoodian, por sepse ai ishte një njeri që kishte humbur çdo lidhje me mëshirën. Një vrasës i ftohtë, i cili do të përfundonte në krye titujt e Europës për një seri krimesh që për nga brutaliteti dhe mënyra se si kryheshin, të kujtonin historinë e vrasësve serial. Por kush ishte ky njeri? Si lindi? Nga vinte? Dhe çfarë shndërroi atë në një nga figurat më të errta që Shqipëria kishte nxjerrë ndonjëherë? Manedriza lindi në Shqipëri, në një vend të vogël që ende lëngonte nga pasojat e diktaturës komuniste. Ishte periudha e viteve të vështira 70 dhe 80, ku izolimi kishte lënë plagë të thella në shoqëri. Familja e tij, si shumë familje të tjera, përballej me varfërinë, mungesën e mundësive dhe një realitet ku dhuna shpesh ishte pjesë e jetës së përditshme. Dëshmitar nga rrethinat e tij thanë se ai ishte një fëmijë i tërhequr, shpesh i përfshirë në sherre, i gatshëm të përgjigjej me dhunë për gjithçka. Nuk kishte një edukim të fortë dhe në adoleshencë rrëshqiti drejt botës së errët. Shqipëria e viteve 90 u bë terreni i përsosur për të tillë shpirtra të trazuar. Tranzicioni, kriza, rënimi i shtetit hapën dyert për një brez të tërë që do të rritej me dhunën si normalitet. Ishte pikërisht ky realitet që i hapi Manes rrugën drejt botës së krimit. Krimet e tij të para ishin të shëmtuara, por jo aq të njohura. Në Shqipëri, ai dyshohet se kishte lidhje me vrasjet e kryera në vitet të 90, për motive që shkonin nga hakmarrja deri tek larja e sapeve të botës së krimit. Manedriza njihej nga komuniteti lokal shqiptar me nofkën Tony Montana. Ishte larguar nga vendlindja në vitin 1997, pasi kishte vrarë 2 persona për shkak të gjakmarrjes. Driza dyshohet se ka vrarë babë e birë, Elmas dhe Lavdosh Kanani në fshatin Bishan për hesape kriminale të gjakmarrjes. Pasi ka kryer vrasjet, Driza ka ikur në Angli, duke pretenduar se ishte një jetim 17 vjeçar, i pambrojtur nga shteti am. Atij u dha leje qëndrimi deri në dhjetor 2001, si një i mitur i larguar nga Kosova dhe i pashoqëruar. Por në Britani emri i tij do të shpërthente në titujt e gazetave. Një nga viktimat e tij ishte një shqiptar tjetër, një mik i ngushtë i familjes së tij. Sherri nisi për borxhe dhe mbaroi në një ekzekutim brutal. Në Britani, ai vrau një tjetër shqiptar, duke e therrur me thik në mënyrë brutale. Mediat britanike përshkruan skenën si diçka që do të kujtonte filmat horror. 10 goditje me thik, një akt që tregonte jo thjesht qëllimin për ta vrarë, por një uri të pangopur për dhunë. Driza ishte i martuar me një braziliane, e cila punonte si pastruese, ndërsa në një dhomë qëndronte edhe me mikun e tij, Stefan Mane, person të cilin në fund do ta vriste. Manedriza tha se e ka vrarë shokun e dhomës për shkak se dyshonte se ai kishte vjedhur unazën e martesës. Ai përdori një dorez hekuri, një thik të mpretë dhe i shkaktoi vdekjen Manes me 120 plagë derisa ai vdiq. Zoi Blaj, e dashura 7 zën, tha se ishte të merruar nga ajo që kishte parë të nesërmen, pasi e gjeti viktimën me gjak dhe me plag. Edhe prokurori i çështjes tha se sulmi ishte brutal dhe i pamëshirshëm. Dëshmitarë thanë se britma e tij kishte tronditur gjithë lagjen. Autori, Manedriza. Ky krim nuk ishte i pari i tij, por ishte ai që e futi përfundimisht në listën e të kërkuarve më të rrezikshëm.
Sipas hetuesve britanik, mënyra se si ishte kryer vrasja tregonte një brutalitet që rrallë shihej edhe tek vrasësit profesionist. Nuk ishte thjesht një eliminim, ishte një shfaqje dhune, një shfryrje e ego që fliste për një shpirt të prishur. Pas vrasjes në Londër, Mane u zhduk, u arratis duke lënë policin britanike në ndjekje. Për vite me radhë, ai u zhvendos mes Italisë, Zvicrës dhe Shqipërisë, duke përdorur lidhjet e tij kriminale për të mbijetuar. Interpoli lëshoi urdhër arrest ndërkombëtar, portretet e tij u shpërndan në media, por ai duke gjithmonë një hap para ligjit. Ishte mjeshtër i fshehjes, duke përdorur identitete të rreme dhe duke shfrytëzuar rrjetet kriminale që e mbronin. Driza gjithashtu kishte marrë 20 vjet burg nga drejtësia italiane për sulm brutal ndaj 2 personave, Artan Maskaj dhe Albert Blushaj, por edhe prandej është arratisur për pakor. Gjykata në Angli e ka dënuar shqiptarin e famshëm si vrasës serial me burg për jetë. Pas më shumë se një dekade në arrati, në vitin 2015, policia zvicerane arrestoi. Operacioni u krye në mënyrë të befasishme, pasi autoritetet kishin gjurmuar lëvizjet e tij për muaj të tërë. Kur doli para gjykatës, pamja e tij mbeti e njëjtë, i ftohtë, arrogant, me një shikim që dukej se sfidonte këdo. Asnjë pendes, asnjë shenjë keqardhje, vetëm një njeri që e shihte veten si të pathyeshëm. Në sallën e gjyqit, prokuroria e përshkoi si një njeri pa ndërgjegje, pa shpirt, një vrasës që e shihte jetën njerëzore si diçka pa vlerë. Mediat zvicerane ndoqën procesin me detaje, duke e quajtur një nga kriminalët më të rrezikshëm shqiptar të gjeneratës së tij. Ai u dënua me burgim të përjetshëm, por historia e tij vazhdon të mbetet një shembull i errët i asaj se si dhuna, e lindur në një shoqëri të shkatërruar nga tranzicioni, mund të kthejë një njeri në një përbindësh që tronditi disa shtete europiane. Psikologët që e studiuan thonë se Mane Driza ishte tipik i profilit të një vrasësi të pamërshirshëm, një fëmijëri e vështirë, një rinim mes dhunës dhe mungesës së strukturës, një obsesion me filma kriminal dhe idene të fortit, dhe mbi të gjitha, një aftësi për të vrarë pa ndier asgjë. Për shkak të një plage në fytyrë që i kishte lënë një shenjë të dukshme, Mane Driza mori nofkën Scarface, por ky emër mori edhe një dimension tjetër. Ai adhuronte filmin e famshëm Scarface të Al Pacinos. Shpesh fliste për të dhe shihte veten si një version të përgjakshëm shqiptar të Tony Montanas. Kjo nuk ishte thjesht një lojë fjalësh. Ishte një pasqyrim i mënyrës se si e shihte jetën, dhunën si mjet, frikën si armë dhe krimin si karem. Historia e Mane Drizës nuk është thjesht historia e një individi. Është historia e një realiteti të errët shqiptar dhe ballkanik, ku tranzicioni nxorri në pa figura që në vende të tjera mund të ishin ndaluar herët. Ai është simboli një brezi që gjeti në krim jo vetëm mënyrën për të mbijetuar, por edhe për të ngritur. Sot, prapa hekurave, Scarface i shqiptar mbetet një kujtesë asaj se si njeriu mund të shndërrohet në një bish, një paralajmërim i ftohtë për shoqërinë, që përbindësha të nuk lindin vetëm në filmat hollywoodian, por shpesh lindin mes nesh, në rrugët tona, në qytetet tona, në realitetin ton të përditshëm.